qytet milion është që nuk ndale televizori. Një qytet që nuk fle. Kësaj here ju dërgojmë në Tiranë. Mirë se veni në një vend ku aeroplani gjendet mbi ndërtesë. Mirë se veni në një vend ku vetura mbreti zog rre fshehur në një garazh. Mirë se veni në një vend ku vetura e filmit Godfather gjendet në një fushë. Është ky koleksioni i Renis Bodinakut, një nga koleksionuesit, ndoshta më i madh i veturave në Shqiptari. Çfarë është kjo mani kështu? Kjo është smundje, nuk është mani, kjo është smundje, po është... Kjo është pasion që më ka lind qykom që kalamo. Që më vjallë, se për lindet e mi më vjallë baba, gjajla, gjithi kam pas që kam pas që kone në Vërosë, kam pas punu me makina, ka qenë shofer, mekanik, edhe vjallë është gjak, vjallë, mu se dhja këte gjë, këte pasion e kam zbulu 14 vjeç, 15 vjeç, që vjallë, kur isha në Gjermani në 90, shkum në Gjermani, Ati isha fiksu mas makinave, shkoshat e varezet dhe makinave. Aty ku ishën... Se ato fëmijë që shikojnë dyqanet, a? Bravo, se këtu në Shqipëri kishim jetë shumë bukur në ato vite. Tu në Tiranë pak, nuk e di se ka linë në rreth tjetër, Tiranë ka qenë jetë shumë e bukur. Kur shkova ati ishe jeta bosh, po bosh. Se këtu ishin 50 km më hallë, kurse ati tek pull. Edhe që të bëhe, shkova në varezet dhe makina, tu fiksova mas tyne. Dhe pastaj u ktheva nga Gjermania në 2-shin, shkum në 10, edhe 92-91, pastaj shkova dhe i vitjet që po në shkollë dhe rruf shule për makinat, dhe pastaj nga 2004 lindi dëshia për të koleksionu makinat. Gjithë bish makinat të reja, unë kisha dhe të reja, por unë shkova të shkom mrapa, zotim shkom mrapa. Edhe nga 2004 kam koleksionu shumë makinat. Me çka fillove? Fillova me FLC 280 e bleva në Gjermani atë, edhe një Benz Ponton, i qenë 90 HD, atë e bleva në Austri, me ato dyja fillova. Dhe pastaj qytet e nuk kam dalu më të duke bërë. Rritet dëshira gjatë gjithë kohës? Është smundje, vjallë, koleksionist, vjallë, e thot gjithë bota, koleksionistët normal do të kenë 3-4 makina, po bleva më shumë se 4 nuk ka fund pastaj. Është smundje, është rritet smurit. Renisi po tenton që në këtë pjesë të krijojë edhe muzeumin e parë privat të veturave klasike. Histori ka sa të duash. Pjesa që shofëm keq ne si komp, e pak këtu në Shqipëri, nuk e di se është ajo Kosova, që ne nuk ruajmë historinë. Kjo është problemi i madh. Për ne është problemi. Gjermania të ruan dhe e gjilponën, e 1700 se ruan çeve dhe gjilpona filone, dhe gjithë bota i ruan gjën. Ne jemi shkatrus të vetvetes. Nuk e di pse është kjo smundje të ne. Dhe pa ne se njeriu me mosh vika o formoga o pishka dhe kuptoka se ç'duhet bë. Edhe pa ne i kam blek këto makine tash, do mundon të marr një le për të bëj kam blek të tokën të mbrapa, do mundon të bëhet një muzeum të madh. Do shoh mos mor në projekt tani nga Gjermani, siç ai Mercedes-Benz muzeum miniatur, se ai nuk ka, se edhe ka bërë Mercedes është shumë i madh, ai nuk ka. Po do mundohem me boj i diçka të bukur, me kismet Zotit, po të Zotit. Po të mojmë leje, pastaj do ta morëm me investor, të bëj muze që ta kenë gjithë brezrat e arshë, se këto makinës do i mu me vetëm. Fillove me 2. Po. Sot sa numërën në koleksion? Nuk e di shime zakte, po besoj duhet të jenë te 200, edhe më tepër. Se unë blej po thuj, çdo muaj unë blej 2-3 copë. Nuk është se ndaloj. Po shkoste shumë e madhe. Po Zoti lart ti ka dhënë mundësitë me punu, me bo lekë dhe edhe me sa ti lesh lekë në bankë dhe mos kena filloj vlerë. Kuptoj që do i shohësh vetëm ti ato shifra. Këtu është kjo fjalë, ky lloj hobi është ky lloj pasioni shkurt më beti. Njeriu po se ndau kënaqësinë e punës vet me të jetë, është kot. Dhe prandaj leku nuk të vlen për asgjë nëse ti nuk e shpenzon këtë botë. Çfarë do botën tjetër nuk e çdo. Ki kritika nga
nga gruaja, familja, qa bën kështu, pse blen edhe këto, Ta shit gjë. apo jem pajtu me fati. Jo, do të kuptosh i gjë. Për sa kohë shtëpisë nuk u mungoj gjë, duhet i shifër për shtëpinë, X. Sa do thaj buk shtëpia, pastaj ç'pun ka gruaja se ç'bën. Ato i fitojnë i vipëri shumë. I fundit, a? Ky ka në javë që ka ardhur, i javë 10 ditë ka që ka ardhur. Ky është Ford Thunderbird i quajnë amerikant, i 79-s. Ka 17.000 kilometra të kaluar. 17.000? 17 kilometra. Dhe këte bleva, këte mora Honda Amerika, atje ku bëhet e biznesin tim. Dhe ky është shumë i pas, ky do vetëm i t'lame, edhe asgjë tjetër. I t'lame, i luçit tim dhe maroj. Se këto makinet tjera kanë gjitha punë, këto do kërkojnë gjitha punë, do kërkojnë gjitha i pjesë dërmuese aty në do një restaurim për përgjithshëm që doja bëj se jam të bo dhe servisin vetëm për këto overtime. Njerëzit po rendin gjithë mas teknologjisë dhe është... Zanatin po i lojnë anë, teknologjia era automati mrapa s'ka asnjë gjë. Edhe shumë rrezikshëm. Unë shoh te nxitimin e njerëzve duke shku mas të resë, për mua shoh shumë gabum. S'ka arsye më shku mas të resë, çfarë absolutisht. Çdo gjë, çdo pjesë e jetës duhet shkojë avash avash. Jo vrap të reja. Tu konsumu gjona për shembull i celular që do e ndrosh një vit, jemi 6 lirë, për çfarë po e ndro? Kot. To makinat elektrike që janë, mina me sa, pse du me nxjerr këto, të vjetër nga qëllim, është biznes. Dhe fjala edhe njeriu mund ta merri me kamor e merrte një makinë matë minimumi 10 vjet, 15 vjet pas lloj problemi. Tani kanë bërë makinet e reja për katë edhe makina Mercedes që janë të furit fare 2024, mas 5 vjetësh nuk bëjnë më, kanë marrë makina. Se sa është vlera këtyre veturave, ai e ka të vështirë ta tregoj. Nëse e kthejmë këtë këto vlerë monetare, sa do të ishte shuma? Jepe një çmim kështu. Çfarë të vllai, tash me fol për vlera se më vjen Afërsisht. Jo, e vetmja gjë që kam, që pse duket si burrë moment që Jo, nuk është mburi, kjo po moment që flot robi për vlerë. realitet. Po realitet, njerëzit i din vetë se sa bëjnë, po vetëm doganat e këty në llogari tjetër, pastaj mos fol më, sa shkojnë. 1 milion? Nuk kam shifre me Nuk të. ke Mos shifre? marrë kokot shifre, se ideja dua që njerëzit mos të kënaqen duke i parë, dhe mos të kur ti thush i shifër, se ku di në moment që thush shifra duket sikur je duke në burë. Nuk pëlqej fare atë.